Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Mundi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini në mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Sot jemi ditë e premte dhe tashmë 27 mars për vitin 2026 me programin e mëngjesit, patjetër dhe sot do të jemi si çdo mëngjes nga ky moment edhe deri rreth orës 9 për të vijuar me rubrikat e përditshme. Do të shohim së pari patjetër shtypin e shkruar, gjithat përditshmet që na kanë mbritur në redaksi, mediat online, do të rikthehemi pas në kohë 33 vite më parë për të kuptuar pra se çfarë pasqyroi në shtypin e ditës dhe çfarë ngjarjesh kishte në atë periudhë, kryesisht politike, por jo vetëm. Do të kemi zgjidhje të bisedojmë së bashku për temën e ditës, që ka të bëjë në fakt me një deklaratë që edhe e përforcoi sërish ditën e ndjeshme të komisioneres për zgjerim Marta Kos në lidhje me korrupsionin në vendet që kërkojnë integrimin në Bashkimin Evropian apo në një vend si Shqipëria, kundër tjera ka theksuar pra se edhe shoqëria shqiptare pak a shumë e ka në mendësi korrupsionin dhe duhet ta heqë në një farë mënyrë e pranon. Eksaktësisht do t'ju pyesim pra që si sillet shoqëria shqiptare me fenomenin e korrupsionit. Do të kemi mundësi që të analizojmë në fakt çfarë ndodhi në ndeshjet e mbrëmjes djeshme për play-offin e botrorit. Do të jemi me kolegun Ernest Koçi. Shqipëria humbi 2-1, Polonia avancoi më tej, megjithëse le të themi me pak pishman apo edhe më kac, sepse patëm me të vërtet dy raste shumë të mira për ta mbyllur sfidën, ndërsa magjike Kosova që avancoi. Parashikimi i motit me interes, Mali Dajtit sot po besoj në qytete të tjera, po Mali Dajtit ishte zbardhur nga rishjet e të borës, temperatura të ulta dhe parashikimi i yjeve po ashtu. Përpara se nisim pasurinë e shtypit, shohim së bashku shumë shkurtimisht çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotme, pra gjatë kësaj të premteje. Ditën e sotme, duke nisur nga ora 10, Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, do të zhvillojë një konferencë për shtyp në orën 10 që theksuam. Dhe fokusi i kësaj konference do të jetë zhvillimi ekonomik, treguesit kryesor. Do të ketë mundësi ministri që të marrë dhe pyetje nga kolegët, nga gazetarët. Duke qenë dhe duke mbetur tek ekonomia, ditën e djeshme, si e keni mësuar, është bërë mbledhja e parë e bordit transparencës, edhe për vërtetës janë ulur çmimet e hidrokarbureve në vend. Nafta ka shkuar në 203 lekë për litër, ndërsa benzina ka pasur uljen më të madhe, nuk tregtohet dhe nuk duhet tregtohet më shumë se 175 lekë për litër. Ndërsa në mesditë një tjetër ministri Blendi Gonxhe, ai pra për turizmin, kulturën dhe sportin, do të ketë një konferencë për mediat për të komunikuar me publikun në lidhje me zhvillimin kryesor në këto sektor, por edhe të marrë pyetjet e gazetarëve në lidhje me projekte të veçanta.